Edhe këtë nëntor, Komuna e Tetovës ka parapar një sër aktivitetesh që kanë të bëjnë me muajin e nëntorit. Aktivitetet kryesisht kanë të bëjnë në sferën e kulturës dhe sportit. Në ndërkohë nga Komuna e Tetovës kanë bërë të ditur se disa aktivitete do të jenë të koordinuara me nivelin qendror dhe me komunat rurale në Pollok, siç është vizita në qytetin e Manastirit, ku do të ketë organizim nga qeveria. Në Tetovë manifestimet fillojnë të hënën me mbrëmjen letrare që organizohet nga Komuna e Tetovës dhe Shoqata e Shkrimtarëve ONU. Do të kemi të hapur nga 24 deri me 28 muzeun e Mehmet Gegës dhe muzeun e Rafi Halilit. Në ndërkohë do të kemi edhe ekspozitë Gjua jon sa e mirë me autor Arsim Sinani dhe Andrea Lukani. Këto do të jenë të hapur për publikun nga ora 10 deri në ora 18, kështu që të gjithë ata të cilët janë të interesuar mund t'i vizitojnë. Po ashtu do të kemi edhe një turne mbar kombëtar që do të mbahet në volejboll, do të mbahet në sallën e gjimnazit. Sigurisht kjo do të mbahet me 24 dhe me 25. Kemi disa ekipe nga vende të ndryshme, siç kemi nga Vlora, Drenica, Kërçova dhe nga Tetova. Po ashtu do të kemi një aktivitet me të rinjt dhe me fëmijët të shkollave të mesme që do të mbahet me 25. E njëjta do të realizohet tek qendra rinore, sepse tashmë kemi qendrën rinore ku të rinjt vetëm se kanë filluar ta shfrytëzojnë dhe sigurisht që festat e nëntorit është një periudhë ideale për të bërë aktivitete aty. Aktivitetet më tej vazhdojnë me 26 nëntor, ku do të mbahet kolonia artistike nga nxënësit e shkollës së mesme komunale të tekstiles në hapësirat e shkollës fillore Besa në Reqicë të vogël. Nuk do të mungojnë edhe aktivitetet tjera kulturore që kanë të bëjnë me festat e nëntorit. Një aktivitet që mund ta potencoj ose që është pak më i veçuar është me 26-in, ku komuna në bashkëpunim me ansamblin shtetëror në Pallatin e Kulturës në ora 7:30 do të mbajë edhe koncertin për nder të festave të nëntorit. Sigurisht aty do të kemi të shoqëruar edhe valle, edhe këngë, që besoj se do të jetë një atmosferë shumë e mirë për qytetarët. Po ashtu do të kemi edhe një tryezë që do të mbahet nga qendra rinore, pra ashtu siç e potencova do të kemi një shumëllojshmëri të aktiviteteve ku do të përfshihen edhe nga fusha letrare, edhe nga fusha e sportit, edhe nga kultura. Sipas informacioneve tashmë edhe komunat rurale janë duke përgatitur itinerarin e mbajtjes së aktiviteteve për të shënuar festat e nëntorit.